në këtë edicion do të ndiqni. Sezoni ngrohjes afër fillimit, çka i pret konsumatorët e ngrohtorës së qytetit. Organizata Ja vlen të jetosh të shtunën organizon marshim për ndërgjegjësim ndaj kancerit të gjirit. Federata e Basketbollit të Kosovës ka vendosur që sezoni Superligës të nisë në tetor, por nuk do të ketë Superkup. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Me 15 tetor është planifikuar të fillojë sezoni i ri i ngrohjes për konsumatorët e ngrohtorës së qytetit, por ende nuk dihet nëse konsumatorët do të paguajnë çmimin e njëjtë si në sezonin e kaluar apo do të kenë ndonjë lehtësim për konsumatorët që vitin e shkuar ishin shumë të pakënaqur me mënyrën e faturimit. Blerim Halilaj, drejtori i ndërmarrjes, thotë se vendimi përfundimtar i takon zërres, por jemi optimist se do të ketë mirëkuptim që të garantohet një balans mes mbulimit të shpenzimeve të kompanisë dhe lehtësimit të barrës financiare për konsumatorët. Kur po ju afrohemi temperaturave të ftohta, edhe ngrohtoria e qytetit të Gjakovës ka bërë të gjitha përgatitjet teknike për të filluar me sezonin e ngrohjes, i cili pritet të fillojë me datë 15 shtator 2025 dhe pritet të zgjasë deri më 15 prill 2026. Kështu ka bërë të ditur drejtori ngrohtores së qytetit Blerim Halilaj, ndërsa duke marrë parasysh që ka disa muaj që ZRE-ja ka ngritur tarifën për ndërmarrje të mëdha në 16,1%, gjë e cila pritet të ndikojë edhe në rritjen e faturave. I pyetur se si qëndron situata me kërkesën që ngrohtoria e qytetit e ka bërë në drejtim të ZRE-s që çmimi i ngrohjes dhe faturimi i saj të jetë sa më i përballueshëm për qytetarët, Halilaj në një përgjigje me shkrim bëri të ditur që ngrohtoria ka paraqitur kërkesën pranë zyrës së rregullatorit për energji, kërkesën për rishikimin e tarifave. Vendimi përfundimtar i takon ZRE-s, por ata janë optimist se do të ketë mirëkuptim që të garantohet një balans mes mbulimit të shpenzimeve të kompanisë dhe lehtësimit të barrës financiare për konsumatorët. Nga ana tjetër, ne jemi drejtuar edhe ZRE-s për të kuptuar se si ata kanë trajtuar kërkesën e bërë nga ngrohtoria e qytetit dhe të njëjtit në përgjigjen e tyre përmes adresës elektronike kanë bërë të ditur që ZRE ka pranuar dokumentacionin e ngrohtores së qytetit në Gjakov për shqyrtimin tarifor për sezonin 2025-2026. Ky shqyrtim bëhet në përputhje me rregulloren për përcaktimin e të hyrave të energjisë termike, ku përcaktohen të hyrat maksimale të lejuara të ndërmarrjes duke u bazuar në realizimet e sezonit të kaluar dhe në propozimet e ofruara për sezonin vijues. Procesi shqyrtimi tarifor është ende në zhvillim dhe aktualisht nuk ka një verzion final të tarifave për sezonin 2025-2026. Nga ZRE, po ashtu është theksuar që qëllimi i përcaktimit të tarifave është të sigurohet një balancë drejt midis interesit publik për një shërbim të përballueshëm për konsumatorët dhe mbulimit të kostove të ndërmarrjes në mënyrë që të mundësohet operimi normal, mirëmbajtja e infrastrukturës, përmirësimi i cilësisë së shërbimit dhe furnizimi i qëndrueshëm me energji termike. ZRE në përgjigjen e tyre ka shtuar po ashtu që ZRE nuk negocion çmimet me operatorët, por përcakton tarifat për energjinë termike në bazë të legjislacionit në fuqi dhe të dokumenteve të paraqitura nga operatorët. Çdo interpretim se ka pasur kërkesë për negocim të çmimit nuk përputhet me praktikën ligjore dhe procedurale të ZRE-s. Sezoni i kaluar ka qenë viti i parë i funksionalizimit të matëseve sipas projektit SECO. Faturimi është bërë mbi bazën e konsumit real të energjisë termike. Si çdo herë, viti i parë i zbatimit të një sistemi të ri ka pasur të vështirësi në regjistrimin dhe raportimin e saktë të konsumit, gjë që ka ndikuar në faturim. Përmirësimet e mëtejshme të faturimit do të varen nga funksionimi korrekt i matësve dhe sjellja e kursimit nga vetë konsumatorët, është bërë ditur ndër të tjera nga ana e ZRE-s. Gratë organizatës Ja vlen të jetosh të shtunën kanë planifikuar marshimin për ndërgjegjësimin për kancerin e gjirit. Valbona Kastrati, e mbijetuara kancerit të gjirit, thotë se ky aktivitet mbahet të shtunën në orën 12 dhe i njëjti ka për qëllim rritjen e vetdijes kolektive për t'ju kujdesur më shumë për sëmundjen e kancerit të gjirit.
Organizata Ja vlen të jetosh për të tretin vit më radh të shtunën nga ora 12 organizon marshim për ndërgjegjësim për kancerin e gjirit në kuadër të muajit të roz. Kryetare e organizatës Valbona Kastrati tha se organizata është e përkushtuar që çdo vit të realizojë aktivitete ndërgjegjësuese gjatë gjithë muajit tetor, por edhe në muaj tjerë për rëndësinë e kontrollit të hershëm dhe kujdesit për shëndetin. Ky aktivitet nga organizata jonë Ja vlen të jetosh bëhet që 3 herë. Do të thonë e organizojmë këtë marshim për arsye se është 1 tetori është dita ndërkombëtare e kancerit të ngjyrit. Dhe pasi që do tani ditë pune edhe vjetë kemi organizuar mirë, po për shkak se qytetarët tonë punojnë, ka qenë një mos pak ma vogël. Kështu që ne vendosëm me datën 4, mi organizu. Kjo ditë është shumë e rëndësishme edhe ne kemi marrë përsipër që çdo vit ta organizojmë. Kastrati gjithashtu tha se viteve të fundit qytetarët janë vëdësuar më shumë për kujdesin dhe shëndetit të tyre. Qytetarët tona janë vëdësu me deklaratat tona që I kemi japë, edhe me këto manifestime, edhe me daljen në televizion edhe në për radio, e kanë kuptu që është shumë rëndësishme mi për kujdes për vetë vetën. Mu më krahastis me bisedu me dikën që aty punon të mamografia, edhe thot, prej momentit që keni dalë në sipërfaqe, interesimi grave është shumë më I madh. Interesimi grave për kontrole është rritur dukshëm, shtoi e mbijetuara kanceri të gjirit Kastrati, por përkundër kësaj ende ka gra që hezitojnë të bëjnë kontrole për shkak të bindjeve personale dhe se organizata po punon vazhdimisht për të thyer këto barriera. Na kemi gra në grupin tonë, jo në grupin tonë, mirë po që I njohim, I thrasim ardh, mirë po për shkak të aty në bindjeve të veta ato nuk e ka një pengesë me dalë. Mirë po na prap jemi tu mundu që ato mi thy. Do me thonë, nëse kom unë një smuje, ato nuk kom pas qef mi pas, mirë po ajo ka ardhë. Kastrati bëri thirrje që qytetarët e komunës t'i bashkohen marshimit dhe të japin përkrahjen e tyre duke treguar se në këtë mënyrë askush nuk është vetëm në këtë sfidë. Përveç grave dhe burrave në marshim, pritet të marrin pjesë edhe fëmijë dhe nxënës të cilët kanë shprehur dëshirën të jenë pjesë e këtij aktiviteti sensibilizues. Rreth 4.000 doza të vaksinës kundër gripit do të jenë në shërbim të gjithë atyre që duan të imunizohen me këtë vaksinë. Makfirete Berisha, krye-infermiere në qendrën e vaksinimit në Gjakov, bëri të ditur se përveç qendrës kryesore të mjekësisë familjare, janë të pajisur edhe të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në komunën tonë. Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov kanë arritur 4.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal, numër ky që do të ndahet edhe për furnizim të QMF-ve në Orize, Erenik, Dardani, Cermjan, Rogov, Skivjan, Ponoshec dhe jo vetëm, kështu bëri të ditur Makfirete Berisha, krye-infermiere në qendrën e vaksinimit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Ne jemi furnizuar 4.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Përveç qendrës kryesore të mjekësisë familjare, janë të furnizuar edhe të gjitha QMF-t. Vaksina jepet në QMF Orize, Erenikun, në Dardani, QMF Skivjanin, Ponoshecin, Cermjanin dhe Rogovën. Po dhe ashtu në QMF Nishi, të Sahat Kulla. Berisha shtoi se dozat janë të mjaftueshme, por interesimi s'është si viteve të kaluara. Dozat janë të mjaftueshme, interesimi nuk është aq I madh si viteve të kaluara, por unë bëj apel të gjitha ata që janë me smundje kronike të vinë të vaksinohen, edhe pse si prioritet janë gratë shtatzana, janë fëmijë 6 muaj deri në 5 vjeç të cilët kanë në smundje përcjellëse. Këtë vaksinë rekomandohet të marrin mboshat mbi gjatë 5 vjeçare, policia, punëtorë shëndetësor, FSK-ja dhe që kanë mësimdhënësit, edukatorët, të gjithë ata që kanë kontakt me palët e tjera. E mira e kësaj vaksine është se mund të mbrohemi nga 4 lloje të virusit që janë të parapara të qarkullojnë këtë vit, tha mes tjerash Berisha.
E mira e kësaj vaksine është se mund të mbron nga 4 llojet e viruseve të gripit që janë të parapan, që janë më të parahapur këtë vit. Domethënë vaksina bëhet çdo vit, është e prodhuar për afat kohorë të caktuar. Domethënë izolohen 4 llojet e virusit të gripit. Autoritetet shëndetësore apelojnë te qytetarët, veçanërisht grupet më të rrezikuara, që të mos hezitojnë dhe të vaksinohen. Shenjat e dhunës fizike janë të dukshme dhe ato janë më lehtë të zbulohen për rritjen e vidhjes së raportimit, por shenjat e dhunës emocionale dhe psikologjike janë të padukshme dhe lënë gjurmë të thellat e secili person i dhunuar. Psikologe Ylka Komoni Nuçi pohon se është shumë i rëndësishëm komunikimi dhe ndërveprimi me rrethin, me qëllim që të rritet numri i raportimeve, sidomos atyre që postojnë dhunë emocionale dhe nuk janë të gatshëm të tregojnë për situatën në të cilën janë duke kaluar. 2 tetori shënon ditën ndërkombëtare kundër dhunës, e në këtë ditë psikologja Ylka Komoni Nuçi thekson rëndësinë e ndërgjegjësimit për format jo fizike të dhunës, të cilat shpesh lënë gjurmë të padukshme te viktimat. Me që jemi në këtë ditë ndërkombëtare kundër dhunës, do të jepja më tepër rëndësi dhunës e cila ka të bëjë më tepër me dhunën emocionale, dhuna që nuk shihet, dhunë psikologjike. Aty do të ndalesh edhe të vendosi fokusin më tepër, për shkak se shenjat e dhunës fizike janë evidente dhe mund të shihen dhe mund t'i targetojmë apo t'i adresojmë te personat profesionistë, ndërsa shenjat e dhunës psikologjike janë ato që lëjnë gjurmë dhe shumë më rrallë identifikohen. Aty do ta vendosja fokusin duke cek rëndësinë e komunikimit, duke cek rëndësinë e ndërveprimit, qoftë me personat e afër, me familjar, apo me bashkëmoshatar, apo me personel të shkollës, nëse flasim për fëmijët, si pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit tonë. E sa i përket dhunës si fenomen, Komoni Nuçi ka thënë se nuk është në rritje, aq sa është rritur vetëdijësimi për ta ngritur zërin kundër saj. Nuk kisha më thonë që është fenomen në rritje, vetëm se më herët nuk është se i është dhënë shumë hapësirë pjesës së dhunës, ka qenë më e normalizuar, ndërsa sot ngritet zëri më tepër, lobohet më tepër kundër dhunës dhe identifikohet më shpesh. Psikologja apelon te qytetarët që të janë të vëmendshëm ndaj shenjave të dhunës psikologjike dhe emocionale. Ajo thekson se ndërgjegjësimi, komunikimi dhe raportimi i hershëm janë çelësi për mbrojtjen dhe zhvillimin e shëndetshëm të individëve, sidomos te fëmijët dhe adoleshentët. Nga sot deri me 8 tetor në kinema Hyri Hana do të shfaqen edhe disa premiera të reja. Filmdashësit kanë mundësi që në orare të caktuara të ndjekin 2 premiera për të rritur dhe 1 për fëmijë. Donjeta Bobi, menaxhere, tha se me këto premiera, kino Hyri Hana synon të ofrojë pafund argëtim për të gjitha grupmoshat. Kino Hyri Hana vazhdon të qëndrojë në hap me trendet ndërkombëtare të kinematografisë, duke sjellë vazhdimisht premierat më të reja për publikun vendas. Menaxherja marketingut në këtë kinema, Donjeta Bobi, ka bërë të ditur se edhe gjatë ditës së sotme, vizitorët do të kenë mundësi të ndjekin 2 nga premierat e filmave që aktualisht po shfaqen në ekranet e kinemave botërore. Kino Hyri Hana, si çdo javë tjetër, edhe këtë javë kemi 3 premiera të reja. Sonte me 2 tetor e ejte do të shfaqen 2 premiera. Në ora 18 do të shfaqet filmi Avatar The Way of Water, dyshi në 3D, do me thonë me syza 3D do të përjetohet. Ky është rikthimi i dyshit që në dhjetore kemi Avatarin e ri, do me thonë Avatar 3-shin. Kurse në ora 21 e kemi premierën tjetër, The Smashing Machine, një film aksion dram biografik që tregon historinë e një boksieri. Ky do të shfaqet në ora 21. Përveç filmave të zhanreve të ndryshme, Bobi bëri të ditur që nesër në këtë kinema do të shfaqet edhe filmi për fëmijë School of Magical Animals 3, i cili pritet të tërheqë vëmendjen e të vegjëlve dhe familjeve. Kurse nesër më 3 tetor kemi premierën tjetër, premierën për fëmijë, School of Magical Animals 3-shin. Edhe ky është një film shumë i mirë që është shumë edukativ për fëmijë dhe i ftoj të gjithë fëmijëve dhe të rriturit marrë pa filmat që po shfaqen në kino Hyri Hana. Me këto premiera,
Kino Hyria Hana synon të ofroj pafund argëtim për të gjitha grupmoshat, duke bërë kinema njën nga destinacionet kryesore kulturore në qytet, tha ndër të tjera Bobi. Kandidati për kryetar të Gjakovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Shefqet Shehu, dje ka vizituar familjen Hyseni dhe organizatën jo qeveritare Aktivizim Roots, ndërsa sot ka vizituar Allegra Art School, ndërmarrjen e Tekstil Colors në Gavci dhe Shpati AM, ndërsa në orën 18 do të takohet me qytetarët e fshatit Zhabel të lokalit të Bacilam. Aktivitetet gjatë ditës të djeshme kanë mbajtur edhe Partia Demokratike e Kosovës, ku Hajdar Beqa bashkë me kandidatin për kryetar Ervin Shabani dhe kandidatët për asamble janë takuar me banorët e fshatit Ujs dhe Lipovec. Ndërkaq për sot, ky subjekt politik në orën 20 do të takoj banorët e fshatit Osekhyl. E kandidati për kryetar nga Lëvizja Vetëvendosje Ardjan Gola, dje ka vizituar klubin e volejbollit Vllaznimi dhe qendrën e pensionistëve, ndërsa sot Gola i shoqëruar edhe nga Ejup Maqedonci, do të mbajë takime sot në orën 18 në Cermjan, në orën 19 në Damjan, ndërkaq në orën 20 në Gërqin. Ndërsa partia Nisma konkretisht Fatmir Lima dhe antarët e kryesisë do të mbajë një takim me qytetarë në ambientet e Hotel Pashtrikut në orat 18. Në shënim të 90 vjetorit të lindjes së poetit Agim Gjakova, i njohur si aset i dy anëve të kufirit, të shtunën shoqata e intelektualëve Jakova do të organizojë takim me shkrimtarin Gjakova. Në këtë ngjarje kulturore, studiuesi i letërsisë Anton Nig Berisha do të shpalos shumë të arritura nga vepra krijuese e shkrimtarit Gjakova. Shoqata intelektualëve Jakova në vazhdimsi organizon aktivitete të ndryshme kulturore, me qëllim të promovimit të sa më shumë ngjarjeve kulturore në vend. Këtë shtunë në shënim të ditëlindjes së 90 të shkrimtarit Agim Gjakova, kjo shoqatë organizon takim me asetin e dy anëve të kufirit, shkrimtarin Gjakova. Këtë radhë, pikërisht të shtunën, do të bëhet një takim me shkrimtarin ton, aset i të dy anëve të kufirit, Agim Gjakova, me rastin e 90 vjetorit të lindjes së tij. Profesor Sefa tha që në këtë ngjarje të veçantë, të pranishëm do të jenë shumë miq shkrimtar e mendimtar. Pjesëmarrës të ftuar janë miq, koleg, bashkëmendimtar, disident të Zotit Agim Gjakova nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga vende tjera shqiptare, të cilët sbashku me ne do ndajnë qaste të kujtimit, jo thjesht të një përvjetori, po të një njeriu i cili me veprën, me jetën, me sfidat, të gjitha ato na ka bo të ndihemi krenar. Përveç pranisë dhe rëndësisë së kësaj ngjarjeje, Sefa bëri të ditur që në këtë ngjarje do të ketë befasi për të gjithë ata që do të jenë të pranishëm në këtë aktivitet. Me ndëru në mënyrë që ata me një vetën. Federata Basketbollit të Kosovës ka zbuluar vendimet e bordit lidhur me fillimin e sezonit të ri në basketbol, që kësaj radhe po preket nga zgjedhjet komunale të 12 tetorit. Federata ka vendosur që sezoni Superligës të nisë në tetor, por nuk do të ketë Superkup për meshkuj për edicionin 2025-2026. Federata e Basketbollit të Kosovës ka zhvilluar një mbledhje nga e cila ka ndalë disa vendime të rëndësishme, sa i përket fillimit dhe vazhdimit të sezonit të ri basketbollistik në vend. Në mbledhjen e zhvilluar, Bordi i Federatës së Basketbollit në vendin tonë ka marrë vendim që sezoni i ri, respektivisht java e parë e sezonit të ri të Superligës së Basketbollit në vend, të zhvillohet më datat 4 dhe 5 tetor, ku ndeshjet do të zhvillohen në palestrat e klubeve nëpër qytetet e tyre përkatëse. Ndërsa gjiroja e dytë vazhdon më datat 18 dhe 19 tetor 2025, po ashtu në palestrat sportive përkatëse.
Në të njëjtën mbledhje, Federata ka vendosur të anulojë Superkupën e Meshkujve për edicionin 2025-2026, qëllim që të mos të zgjatet vijimi i Superligës dhe të sigurohet zhvillimi i garave sipas kalendarit të paraparë nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në VM. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e merrjellë shishiu, me temperaturat që kanë lëvizur nga 4 deri në 8 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 4 deri në 7 gradë Celsius, karakterizuar nga moti ngjashëm. E shtuna do të karakterizohet nga moti vranët e me diell, me temperatura që do variojnë nga 5 deri në 13 gradë Celsius. Të dielën pritet të mbajë moti vranët e kopas kohe dhe me diell, me temperatura që do lëvizin nga 7 deri në 18 gradë Celsius. Moti ndryshueshëm do ta karakterizojë të hënën, me temperatura që do variojnë nga 6 deri në 14 gradë Celsius. Të martën pritet të mbizotrojë mot me diell dhe vranësira, me temperaturë minimale 6 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 16 gradë Celsius. 6 deri në 19 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së mërkurës, karakterizuar nga moti me diell. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Sezoni ngrohjes afër fillimit, çka i pret konsumatorët e ngrohtorës së qytetit. Organizata Ja vlen të jetosh të shtunën organizon marshim për ndërgjegjësim ndaj kancerit të gjirit. Federata e Basketbollit të Kosovës ka vendosur që sezoni Superligës të nisë në tetor, por nuk do të ketë Superkup. Këtu me fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.